Partia Demokratike në Lezhë ka ftuar qytetarët të bashkohen protestës së radhës kombëtare të 10 shkurtit në Tiranë. Deputeti Gjingjoni, shoqëruar nga kandidatët për kryetar të Partisë Demokratike në Lezhë dhe antar të kryesisë, zhvilloi takime me biznese dhe qytetarë të ndryshëm, ku dëgjuan nga afër shqetësimet e tyre dhe i ftuan të bëhen pjesë e ndryshimit për një Lezhë dhe një Shqipëri më të drejtë, më të zhvilluar dhe europiane. Ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të Lezhës, po edhe gjithë qytetarëve të Qarkut që të bashkohen në protestën e datës së 10 përpara kryeministrisë, e cila do jetë një protestë komplet ndryshe nga protestat e tjera. Padyshim që shqiptarët dhe lezhjanët kanë 1001 arsye për të protestuar. Padyshim edhe vendimi i dieshëm i gjykatës së kushtetuese është një augur i mirë në lidhje me luftën ndaj korrupsionit, por ne nuk duhet presim vetëm drejtësinë për të dhënë goditjen përfundimtare dhe revolta popullore po i bashkohet dita ditës thirrjes së Partisë Demokratike dhe unë shpresoj që qytetarët e Lezhës me datën 10 do jenë në shesh më shumë se sa herët e tjera. Të martën e 10 shkurtit, Partia Demokratike do të zhvillojë protestën e tretë kombëtare në harkun kohor të 2 muajve, ku kërkon largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ashtu si herët e tjera, nisja e protestuesve nga Lezhë do të bëhet në mënyrë të organizuar dhe pjesëmarrja e qytetarëve pritet të jetë e lartë.